Edi Rama imiton me mjekër dhe në fytyrë Aleksandër Prosin në rolin që aktori i madh shqiptar personifikonte Ismail Qemailin, i cili shpalli pavarësinë e kombit shqiptar. Kryeministri shqiptar ka kohë që vuan nga depresioni dhe herë deklaron se djali i tij mund të bëhet hebre. Pastaj thot se vetë është musliman. Në intervista të tjera ka thënë që është katolik nga gjyshi, ndërsa gjyshja e tij ishte ortodokse. Ngjashmëria e Edi Ramës dhe Aleksandër Prosit është e dukshme. E vërteta e vdekjes së aktorit të madh Sander Prosi në gjatë xhirimit të filmit. Unë do të doja të flitej për veprat individuale që ka bërë babai im. Flitet kaq shumë për vdekjen. Ai ka pasur plot role e ngjarje artistike. Filmat flasin vetë dhe me këto mediat mund të bëjnë publicitet. Këto janë fjalët e të birit, ndërsa mbushen plot 3 dekada nga vdekja e aktorit të madh Sander Prosi. Në një intervistë për mediat, violoncelisti Aristith Prosi, djali i Sander Prosit, rrëfen të vërtetën e vdekjes në sheshgjirim të aktorit më të madh shqiptar, të një figure të papërsëritshme e skenës dhe ekranit. Vdekja e tij e papritur në sheshgjirim ka lënë pas shumë enigma. Është e natyrshme që çdo emër të madh ta shoqërojnë legjendat. Vdiq, u vetëvra apo e vran? Kjo ka qenë tema më e diskutuar që kur regjisori Muharrem Feyzo botoi një libër për aktorët shqiptar dhe ka përshkruar atë ditë kur aktori Sander Prosi vdiq në sheshgjirimin e filmit me regjinë e tij, duke lënë megjithatë të dyshimt çështjen e vdekjes së tij. Xhirohej filmi Pranverë e hidhur. Muharrem Feyzo lë një hije pas vdekjes së tij kur shkruan se ai aktori me shpatulla të gjera me një ballë të lartë e rrudha fisnike, mundohej nga kaq shumë të pathëna, që nga rroga e vogël që nuk i dilte për të mbajtur 2 djemt e tij në shkollë, te frika e të qenet i përgjuar në çdo kohë. Ndërsa ndryshe nga regjisori Feyzo, i biri flet për alternativën e vetëvrasjes, por përjashton çdo aspekt politik. Varianti zyrtar është që u rrëzua nga shkallët, rrëfen Prosi, por mund të ketë qenë edhe vetëvrasje, thot ai pasi rrëfen periudhën e depresionit që kishte kaluar në vitet e fundit të jetës aktori i madh Sander Prosi. Pak është folur për këtë pjesë të vështirë të jetës së tij. Aristith Prosi hedh dritë në jetën e një ikone të kinematografisë shqiptare, aktori që prej rolit u njësua me themeluesin e pavarësisë, Ismail Qemalin. Përmes dhimbjes Aristithi rrëfen edhe kujtime të bukura, siç është edhe pjesa që Sander Prosi ka rruar një pjesë të flokëve mbi ballë që të ishte ballëlart si heroi që kishte për zemër. Kujton shkëlqimin e tij në skenën e teatrit me rolin e generalit të ushtrisë së vdekur të Ismail Kadares, të cilin me vetëm 18 ditë realizuan edhe film fal realizmit që i bëri Sander Prosi rolit kryesor. Modest dhe i përmbajtur në rrëfim Aristithi, djali i aktorit të madh, rrëfen të panjohurata nga jeta dhe karriera e një shkëlqimtari në skenë, në film në mendjen dhe në zemrën e publikut shqiptar. Hijet e zeza të depresionit që ja vështirësuan punën dhe ja rënduan shpirtin Sander Prosi i mori me vete në varr, duke lënë jashtë tij vetëm shkëlqimin. Dhimbja dhe krenaria do të shoqëroj zemrën e çdo lexuesi në këtë rrëfim të sinqert të artistit Aristith Prosi.